Vazhdoj me Oltën. Labi, Po. ke gjithë javës që thua të njëjtën gjë, në mos e thua me këto fjalë, thua me gjëra tjera që supozohet kjo gjë. A ju si tëni asi gjë që mu thot këmë ta marrë shpirtin? A merë njeriu shpirtin apo zotin? A, të ta marri Eliona shpirtin ty, ku ta gjeshti? Ku ta gjeshti të ta marri Eliona shpirtin ty? Po, dëgjo, ti... Piktuhet. Unë vetëm një fjalë kam për ty. Ti përfundimisht je totalisht i pa shpirt. Ti je njëri i pa shpirt. Dhe gabimi tjetër e dikush është që ti del dhe në prime, vishësh dhe me kostum, bën dhe flokët me gjel, pastrohesh që kregullohesh, dhe del dhe mbron pa shpirtëzimin tënd. E kupton? Bravo. A do më thënë ju e favorizoni ato që më thëtë ku me ta marrë shpirtin. Urdhëro, ore ti, a jenë regull, ti i peshon fjalët të tua, dhe të thash prajmin e kaluar. Ti nuk di të lush Big Brother, ti di të luash vetëm me gjëra nga jashtë. Dhe këtë je duke bërë. Dhe ai nuk është një reality show që ti të luash me familjarët. Ai është një reality show të luash me pagjumësin që të lënë ato, në rastin konkret. Nëse Eliona aty të ka lënë pagjumë, është komplet brënda regullave të Big Brotherit. Dhe është komplet brënda lojës. Ta marri shpirtin, ta marri imbri të më thënë ku ka regull. A ta mori shpirtin. Ti, nëse ka një njëri që po të merë shpirtin ty, je vetëm ti, po ja merë shpirtin vetes. Ti, ja ke bërë gropën vetes, aq të thellë, sa unë nuk e di, a do dalësh do të nga ajo gropë që ti ke bërë. Në regull. Labi, dhe unë t'jem si ty, marrë valigjet dhe dal jashtë. Yes, i kam thonë, po s'vegjën.